Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio njoftoi se presidenti Trump do të përdorë një të ashtoquajtur karantinë ushtarake nafte për të siguruar që Venezuela të zbatojë urdhrat e SBA-s pas përmbysjes së liderit të saj Nicolas Maduro. Mesazh ky i destinuar edhe për veshët e drejtuese së re të vendit, besnikes së tij Delcy Rodriguez. Shefi i diplomacisë amerikane u shpreh për CBS News se karantina në thelb do të ndalojë hyrjen dhe daljen e cisternave të naftës që tashmë ishin nën sanksione. Rubio insistoi se Shtetet e Bashkuara nuk do ta drejtojnë Venezuelën si një pushtim në stilin e Irakut, siç u nënkuptua nga Trumpi në një konferencë për shtyp pas kapjes së Maduros. Në fakt, ky është lloji i kontrollit për të cilin po fliste presidenti kur bëri një pohim të tillë, shpjegoi sekretari i shtetit, pasi Trumpi pati deklaruar se Rubio dhe Pete Hegseth ishin përgjegjës për Venezuelën. Ne do të vazhdojmë me karantinën dhe presim të shohim se do të ketë ndryshime, jo vetëm në mënyrën se si industria e naftës drejtohet për të përfituar njerëzit, por edhe që të ndalojë trafiku i drogës, ishte komenti i tij. Sipas pohimeve të Rubios, karantinën do ta zbatojnë oficerët e marinës, puna e të cilëve do të paralizojë rrugët se si regjimi i Maduros gjeneronte të ardhurat. Deklarata e Rubios nënkupton se Shtetet e Bashkuara nuk do ta qeverisin Venezuelën çdo ditë përveç zbatimit të karantinës së naftës dhe shihet si një përpjekje për të zbutur shqetësimet se aksioni i së shtunës për ndryshimin e regjimit në Venezuelë do ta zhyste vendin në një tjetër ndërhyrje të zgjatur të huaj ose në një përpjekje të dështuar për ndërtimin e kombit. Ky qëndrim, sipas ekspertëve, përbën një kthes të dukshme nga deklaratat fillestare të presidentit Trump, i cili pati këmbgulur se Washingtoni do të drejtonte vendin deri në gjetjen e një zgjidhje demokratike afatgjatë për krizën.